me kene montuar në këtë mënyrë, pak a shumë duhet tek rreth 15 minuta. Me pak sheqer ka montu edhe me pak vanilje. Tani do I hedhim mjedhin, dal nga dal, pa ul volumin e vezës. Kështu. Në këtë mënyrë. Urrem gjithmonë anezën më përpara, që të ngrëhet në 180. Edhe nuk ka se bën shumë kohë, rreth 25 minuta, 30 minuta dhe të pura që kemi. Pastaj gjithmonë kalli spanja duhet lanë mufto. Shikojte që sa bukur që rrim kështu, me 6 vezë domethënë. Unë gjithmonë e vendosi tek kjo tava, e pjeku tek kjo tava, pastaj gati për të pjekur. Sa u pjek dhe kalli spanja, shikojnë që nuk ka ra domethënë volumi, kanë gjithmonë një kështu, se ka rëndësi edhe shumë edhe furra që keni.